Muzeu i Madh Egjiptian i vendosur pranë piramidave të Gizës po përgatitet për hapjen e shumëpritur më 1 nëntor, më shumë se 2 dekada pasi filloi ndërtimi i tij. Salla kryesore e hyrjes së muzeut me shkallë të madhe, të rrethuar nga statuet faraonike dhe një aneks tregtar pranë saj, u hap për publikun në shkurt 2023, ndjekur nga një hapje provë në tetor 2024. Koleksioni shkëlqyes i thesareve të mbretit Tutankhamun dhe anije diellore të varrosura pranë piramidës së Kufut mbeten ende mister për publikun, duke pritur hapjen e plotë të muzeut, që synon të bëhet një nga destinacionet më ikonike kulturore në botë. Zyrtarët egjiptian thonë se disa udhëheqës botror pritet të marrin pjesë në inaugurimin zyrtar. Punimet për Muzeun e Madh Egjiptian datojnë që nga viti 1992, kur autoritetet caktuan një sipërfaqe prej 47 hektaresh pranë piramidave të Gizës për të ndërtuar një nga muzeet më të mëdhenj në botë. Guri i parë i themelit u vendos në 2002 dhe një vit më pas, firma Hennegan Peng Architects nga Irlanda fitoi konkursin ndërkombëtar për projektimin e muzeut. Ndërtimi filloi midis viteve 2005 dhe 2008, ndjekur nga hapja e qendrës së restaurimit në 2010. Objekti planifikuar fillimisht të hapej në 2012 përballoi vite vonesësh për shkak të tejkalimeve të kostove dhe trazirave politike. Burimet egjiptiane thonë se muzeu do të jetë më i madhi në botë, i dedikuar ndaj qytetërimit të lashtë egjiptian, duke ekspozuar artefakte nga parahistoria deri në epokën greke-romake.